إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala fuqiplot. Tek Allahu mbështetemi dhe prej Tij falë për gabimet tona kërkojmë, atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që lën Allahu në humbje askush nuk ka mundësi ta udhëzojë posti. Përshëndetjet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik, dhe mimbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun të jemi edhe ne prej tyre. Vëllezër të dashur besimtar, tema jonë sot është një thirrje që I drejtohet çdo zemre. Ajo është ktheu tek Allahu para se të jetë vonë. Ktheu tek Allahu para se të jetë vonë. Njeriu gjatë jetës së tij largohet ndonjëherë prej Allahut subhanahu wa taala. E ka plon dynjaja, e tërheqin mëkatet, epshet e ndryshme, e mashtron ndoshta pasuria, e mashtrojnë dëshirat e tij të shumta dhe të ndryshme, dhe fillon ta neglizhojë namazin dhe veprat e mira që I ka kërkuar Allahu azza wa jall. E dal nga dal zhytet në ndalesa, në harame, në mëkate të ndryshme me vetdije apo pa vetdije. Dhe kështu që largohet prej udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala dhe rrezikon vetveten e tij që të përfundojë në hidhrimin e Allahut në këtë botë. Edhe në botën tjetër, Zoti na ruajt të me shku tek Allahu me këto mëkate, ndoshta Allahu nuk ja fal mëkatet dhe ndëshkon me zjarrin e xhenemit. Nga që Allahu azza wa jall dërgoi pejgamber dhe libra vetëm ta shpëtoi këtë njeri, ta shpëtoi këtë rob nga ndëshkimi I Allahut subhanahu wa taala. Për atë arsye pejgamberët e Allahut azza wa jall ishin mësues dhe ishin udhëzues dhe ishin thirrës për në xhenetin e Allahut azza wa jall, dhe ishin ata të cilët u atërheqën vërejtin njerëzve nga ndëshkimi dhe nga zjarri I xhenemit. Andaj, nga kjo ishte nga mëshira Allahu subhanahu wa taala ndaj robëve të tij. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahu I drejtohet besimtarëve: O besimtar, keni frikë Allahun dhe çdo njeri le të shikojë se çka ka përgatitur për të nesërmen. Keni frikë Allahun, me të vërtetë Allahu është I mirënjohur, I mirë informuar për atë çfarë bëni. Vëllezër të dashur, ajeti Allahut azza wa jall po na fton që të përgatitemi për të nesërmen. Ajo nesërmen është kur të dalim para madhërisë së Allahut subhanahu wa taala në botën tjetër. Kur të dalim para madhërisë në botën tjetër, para madhërisë së Allahut, asgjë nuk do të na bën dobi. As pasuria, as fëmijët, as të afërmit tan, as shoqëria, vetëm do të na bëjnë dobi veprat tona të mira. Veprat e mira që I kemi bërë në këtë dynja, këto do të ta shoqërojnë njeriu për tek Allahu subhanahu wa taala, që thot Allahu azza wa jall: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Kushdo që ka bërë vepër të mirë, qoftë edhe sa një grind, do ta gjejë tek Allahu azza wa jall, sepse është regjistruar, dhe kushdo që bën vepër të keqe, qoftë edhe sa një grimc të vogël, edhe atë do ta gjejë tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur,
për çdo kujt, për çdo robi. Kërkohet që mos ta shtyej pendimin për të ardhmen. Duke thënë që hajtë se ka kohë, hajtë se kur të plakem, hajtë ta kryej edhe këtë punë, hajtë se kur të bëj pasuri, hajtë ta fitoj edhe këtë, hajtë ta bëj edhe atë, koha kalon. Dhe askush prej neve nuk e din se sa i ka mbetur në këtë jetë. Për atë arsye, Allahu Azza wa Jall kërkon prej besimtarëve që të pendohen sa më shpejt. Dhe thotë Allahu: "Walayset at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Nuk pranohet pendimi i atyre që vazhdojnë të bëjnë vepra të këqija, derisa kur të vijë vdekja atyre, e të thonë tani po pendohem. Pra nuk pranohet pendimi i atij njeriu i cili shkon tek Allahu në momentin e vdekjes, po pendohem. Kjo nuk pranohet. Pendimi pranohet para se t'i vijë vdekja. E në momentin e vdekjes nuk pranohet pendimi. Njerëzit të cilët do të vdesin, do të kërkojnë prej Allahut Azza wa Jall që të kthehen përsëri në dynja, që thot Allahu: "O Zot, kthem edhe një herë në dynja, kthem në jetën e kësaj bote dhe do të veproj vepra të mira, por nuk ka kthim." Çdo gjë ka mbaruar, andaj thirrje për mendje të shëndosha, për mendje të shëndosha të njerëzve, që të kthehemi tek Allahu Azza wa Jall të penduar, të shkojmë tek Allahu Azza wa Jall me kërkim falje, dhe askush mos të thotë se do të filloj, do të veproj, do të lë këtë mëkat, nuk jam i rregullt në namaz, por do të filloj, duhet që tani me fillu. Që tani me fillu me vepra të mira, duke marrur abdes, e duke i falur 1-2 rekate namaz të pendimit, se të gjithë kemi nevojë për faljen e Allahut subhanahu wa taala, duke ditur që dera e pendimit, dera e përmirësimit është e hapur çdo herë tek Allahu subhanahu wa taala, andaj pse të neglizhohet? Pse të shtyhet pendimi tek Allahu, duke ditur që Allahu po kërkon në vazhdimsi nga ne që ne të pendohemi dhe ai është falës. Qul ya ibadi alladhina amanu, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju rob të mi, që e keni tepruar me mëkate, mos i humni shpresat nga falja Allahu subhanahu wa taala. Dhe në shumë ajete Allahu thot: "Tubu, kërkoni falje për Allahu subhanahu wa taala. Kërkoni falje o ju besimtar." Edhe me qenë si jemi besimtar gabojmë, andaj kemi nevojë në vazhdimsi për pendim që Allahu të na i falë neve mëkatet e të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa atammu at-taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salat dhe selam i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Vëllezër të dashur besimtar, çdo kush prej neve duhet ta pyet vetveten e tij se çka është duke larguar nga Allahu subhanahu wa taala. T'ia bëj një pyetje vetvetes. Çfarë më pengon nga namazi? Çfarë mëkati jam duke bërë që akoma nuk jam penduar nga ai mëkat? Çfarë shoqërie po më largon prej Allahut? Çfarë dëshire po më sundon akoma? Kur kam qarë për herë të fundit nga ndonjë mëkat apo nga frika Allahut Azza wa Jall? Sa më ka marrë kohë telefoni krahasim me leximin e Kur'anit? Çdo kush prej neve duhet me pyet sinqerisht dhe me kontrollu vetveten e tij. Vëllezër të dashur, Allahu Azza wa Jall i fton besimtarët: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah." A nuk ka ardhur që zemrat e besimtarëve të përulen para përmendjes së Allahut? Allahu e shihni, po i drejtohet besimtarëve. Sa ata pa besimtar, ata që janë larguar nga rruga e Allahut Azza wa Jall dhe që kanë devijuar rrugën e Allahut,
ata më po dihet gjendja tyre. Gjendja tyre është e qartë se i shejtani i ka sunduar. Por Allahu po mundohet që neve, besimtarëve, përsëri me na ripërtri imanin ton dhe po na drejtohet neve. A nuk është koha, a nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve t'i nënshtrohen përmendjes së Allahut, t'i nënshtrohen Allahut, t'i përulen Allahut, pra kur përmendet emri Allahut dhe urdhni Allahut, t'i nënshtrohen fjalës së Allahut subhanahu wa taala dhe ta zbatojnë urdhin e Allahut azza wa jall. Të dashur vëllezër, vdekja nuk e pyet askën. Nuk e pyet askën se a është i martuar apo do të martohet e më pas. Vdekja nuk e pret askën që ndal t'i kryej punat që i ka. Vdekja nuk e pret askën që të pasurohet e më pas të shohim se çka. Sa e sa njerëz kanë dalur në mëngjes nga shtëpia dhe më nuk janë kthyer. Ka ndodhur një sulm në zemër, ka ndodhur një aksident, ka ndodhur diçka, mo nuk është të kthyer i gjallë në shtëpi. Andaj, përderisa askush prej nesh nuk kemi garancë se sa do të jetojmë, me qenë se çdo shpresat që i kemi në jetë, pra shpresa është shumë më e gjatë se sa veprimet dhe planet tona. Andaj, planet tona janë afatgjate, kurse vdekjen e kemi më afër se sa çdo kush prej neve që mendon se është larg. Andaj, çdo kush prej neve le ta kontrolloj vetveten e tij. Çdo kush prej neve le të shikoj se zemra çka po i thot. Se zemra e tij apo i nështrohet Allahut sa duhet, apo është e mashtruar me këtë dynja. Vëllezër të dashur, besimtar, mos të kthehemi tek Allahu vetëm me fjalë, por të kthehemi tek Allahu me vepra. Me vepra konkrete. Nëse nuk kam qenë në namaz i udhëzuar që duhet, të japi fjalën Allahut azza wa jall. Dhe të lusë Allahun subhanahu wa taala të madhëroj një zemër të shëndosh, të ma përmirësoj zemrën time, e të jem në namaz i rregullt, e të takoj Allahun azza wa jall me këtë urdhër. Një urdhër o vëllezër të dashur ditore kemi. Nuk kemi urdhra tjera, një namaz. Nuk kemi urdhra tjera. Tjera që janë ndalesa. Një veprim kërkohet prej neve. Ta falim namazin. Tjera që janë lehtë. Nuk kërkojmë veprime, kërkojmë veç ndalim, mos ju afro alkoolit. Nuk është veprim ajo, është ndalim, është shumë më lehtë. Andaj o vëllezër të dashur, feja Allahut azza wa jall është e lehtë kujt ja ka lehtësuar Allahu azza wa jall. Po për munafikët ka thënë Allahu për namazin, në për thot, Allahu thot se namazi për ata do këtë shumë e randë. është e paritur për kohët e namazit me i falë. E Allahu e din më së miri për robët e tij se kanë mundësi të falen, andaj dhe Allahu azza wa jall na ka obliguar neve namazin. Ndoshta për dikë këto janë vetëm fjalë, ndoshta për dikë është një mesazh që i duhet në jetën e tij. E lutim Allahun azza wa jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na i falë gabimet. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të takojmë Allahun azza wa jall duke qenë ai i kënaqur me veprat tona dhe me fjalët tona. E lutim Allahun azza wa jall të takojmë Allahun të penduar nga çdo mëkat. Çdo ditë duhet të kërkojmë falje për Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 100 herë në ditë thoshte astaghfirullah, kërkonte falje për Allahut, duke qenë pejgamber. Andaj gjua jonë nuk duhet të ndalet duke thënë astaghfirullah, astaghfirullah, më falu Allah, më falu Allah. Andaj të takojmë Allahun me zemër të pastër, e me pendime të falur, me mëkate të falura edhe me pendim të pranuar. E lutim Allahun të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë edhe të tjerët. E lutim Allahun azza wa jall që kur të takojmë Allahun, të takojmë në xhennet.
e të jemi pranë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Elusim Allahun azza wa jall na i fal mëkatet, elusim Allahun azza wa jall të shërojë të sëmurit tan, të mëshirojë të vdekurit tan. Elusim Allahun azza wa jall të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë për botë. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.